Horoskopi ditor, 4 Mars. Energjitë, vendimet dhe mesazhet e universit për çdo shenjë. Energjia e 4 Marsit sjell qartësi, vendime dhe sinjale që nuk duhet të injorohen. Disa prej jush do të përballen me situata që kërkojnë guxim dhe pjekuri emocionale, ndërsa të tjerë do të marrin përgjigje për pyetje që i kanë shqetësuar prej kohësh. Universi hap një ditë ku intuita bëhet udhërrëfyesi kryesor. Mos nxitoni. Dëgjoni, analizoni dhe vetëm më pas veproni. Çdo zgjedhje e bërë sot krijon ndikim në javët e ardhshme. Qëndroni deri në fund, sepse një nga këto shenja merr një paralajmërim shumë të rëndësishëm. Dashi. Energjia e kësaj dite të shtyn të veprosh me vendosmëri dhe të mos shtysh me atë që e di se duhet bërë. Një situatë që ka qëndruar pezull kërkon përgjigje dhe guxim. Në punë, një mundësi e papritur mund të hap një drejtim të ri, por kërkon fokus dhe besim. Në dashuri, komunikimi i sinqert largon tensionin dhe krijon afrim. Nëse je vetëm, një njohje spontane mund të sjellë emocione. Financat kërkojnë maturi dhe organizim. Shmang shpenzimet impulsive. Universi të fton të besosh tek instinkti dhe të mos presësh momentin perfekt. Ky është një hap drejt një kapitulli të ri. Vendimet e sotme ndikojnë të ardhmen. Vepro me qartësi dhe mos u kthe pas. Demi. Stabiliteti është prioritet, por kjo ditë kërkon fleksibilitet dhe hapje ndaj ndryshimit. Një ide ose ofertë e papritur mund të sjellë rritje nëse analizon me kujdes. Në punë, një bashkëpunim krijon zhvillim dhe siguri. Mos refuzo vetëm sepse duket ndryshe. Në dashuri, qetësia dhe komunikimi krijojnë besim. Nëse je në një lidhje, një moment i thjesht forcon lidhjen. Nëse je vetëm, një person nga e kaluara mund të rikthehet. Financat përmirësohen nëse planifikon dhe shmang rreziqet. Universi të kërkon durim dhe besim tek procesi. Kjo ditë ndihmon ndërtimin e një baze të fortë për të ardhmen. Binjakët. Komunikimi dhe informacioni janë në qendër të kësaj dite. Një mesazh ose takim mund të ndryshojë planet dhe të hapë mundësi. Në punë, fleksibiliteti dhe mendimi i shpejtë krijojnë avantazh. Një ide që lidhet me rrjetet sociale, udhëtimin ose mësimin sjell zhvillim. Në dashuri, energjia është e gjallë dhe sjell surpriza. Nëse je në një lidhje, emocionet rikthehen. Nëse je vetëm, një njohje e re është e mundshme. Financat kërkojnë organizim dhe strategji. Mos merr vendime impulsive. Universi të fton të besosh tek ndryshimi dhe të mos qëndrosh në rutinë. Kjo ditë favorizon rritjen dhe zgjerimin personal. Gaforja. Ndjeshmëria dhe intuita janë më të forta dhe kjo të ndihmon të kuptosh situatat përreth. Një çështje familjare ose emocionale kërkon qetësi dhe maturi. Në punë, vendos kufi të qartë dhe mos merr përgjegjësi që nuk janë të tua. Një ndryshim në ambient mund të ndihmojë të ndihesh më i sigurt. Në dashuri, sinqeriteti dhe hapja emocionale krijojnë lidhje më të forta. Nëse je në një lidhje, një bisedë e thellë sjell qartësi. Nëse je vetëm, një njohje që fillon si miqësi mund të zhvillohet. Financat përmirësohen përmes kontrollit dhe planifikimit. Shmang vendimet impulsive. Universi të fton të falësh të kaluarën dhe të hapesh për një kapitull të ri. Energjia favorizon shërimin, stabilitetin dhe paqen. Luani. Vetbesimi dhe dëshira për të marrë drejtimin rriten. Një mundësi për të treguar aftësitë dhe kreativitetin mund të vendosë në qendër të vëmendjes. Në punë, kërkohet guxim dhe iniciativë. Mos e nënvlerëson ndikimin tënd. Në dashuri, pasioni dhe sinqeriteti krijojnë afrim dhe energji të re. Nëse je në një lidhje, momentet e bukura rikthejnë emocion. Nëse je vetëm, një njohje e papritur mund të sjellë surpriza.
Financat kërkojnë disiplinë dhe kontroll, por një mundësi për përfitim mund të shfaqet. Universi të fton të mos dyshosh në vlerën tënde dhe të veprosh me vendosmëri. Ky është një hap drejt suksesit dhe stabilitetit. Virgjëresha. Organizimi dhe analiza krijojnë stabilitet, por kjo energji kërkon fleksibilitet. Një ndryshim në plane mund të sjellë rezultate më të mira. Në punë, bashkëpunimi hap mundësi të reja. Mos u izolo në detaje. Në dashuri, komunikimi i qetë dhe i sinqert krijon siguri. Nëse je në një lidhje, mund të bëhen plane për të ardhmen. Nëse je vetëm, një person serioz mund të shfaqet. Financat përmirësohen përmes vendimeve praktike. Shmang shpenzimet impulsive. Universi të kërkon të besosh tek procesi dhe të mos kërkosh kontroll absolut. Kjo periudhë favorizon rritjen personale dhe zhvillimin afatgjat. Energjia ndihmon ndërtimin e një strukture të fortë për të ardhmen. Peshorja. Balanca dhe marrëdhëniet kërkojnë vëmendje të veçantë gjatë kësaj dite. Një situatë kërkon vendim të qartë dhe sinqeritet. Mos u përpiq të kënaqësh të gjithë, sepse kjo krijon lodhje emocionale. Në punë, një bashkëpunim mund të sjellë zhvillim dhe stabilitet afatgjat. Beso tek gjykimi yt dhe vendos kufi. Në dashuri, komunikimi i hapur sjell qartësi dhe afrim. Nëse je në një lidhje, një bisedë e thellë forcon besimin. Nëse je vetëm, një njohje përmes rrjetit social është e mundshme. Financat përmirësohen nëse organizon shpenzimet dhe mendon për të ardhmen. Universi të ndihmon të rikthesh kontrollin dhe të ndërtosh marrëdhënie më të shëndetshme. Kjo ditë favorizon qetësinë dhe stabilitetin. Akrepi. Transformimi dhe ndryshimi janë në qendër të kësaj periudhe dhe një vendim i rëndësishëm kërkon besim tek intuita. Një situatë që ka qëndruar pezull mund të marrë drejtim. Në punë, një ofertë ose mundësi mund të hapë një kapitull të ri. Analizo me kujdes, por mos së shty. Në dashuri, emocionet janë të forta dhe sjellin afrimitet. Nëse je në një lidhje, pasioni rikthehet. Nëse je vetëm, një person misterios mund të tërheqë. Financat kërkojnë strategji dhe kontroll. Një investim i menduar mirë mund të sjellë përfitime. Universi të fton të mos i rezistosh ndryshimit dhe të besosh tek procesi. Kjo ditë favorizon rilindjen emocionale dhe zhvillimin personal. Energjia ndihmon ndërtimin e një drejtimi më të fortë për të ardhmen. Shigjetari. Dëshira për zgjerim dhe eksperienca të reja rritet. Një mundësi për udhëtim ose zhvillim mund të shfaqet dhe të ndryshojë planet. Në punë, një ide e re mund të hapë dyrë dhe të sjellë progres. Beso tek vizioni yt dhe mos u ndal nga frika. Në dashuri, komunikimi dhe spontaniteti rikthejnë emocionet. Nëse je në një lidhje, momentet e bukura krijojnë afrim. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të fillojë. Financat përmirësohen përmes planifikimit dhe strategjisë. Një ide e thjeshtë mund të sjellë përfitime. Universi të shtyn të ndjekësh rrugën që të frymëzon dhe të mos qëndrosh në zona komode. Kjo ditë favorizon optimizmin dhe rritjen personale. Britsjapi. Fokusi dhe përgjegjësia janë në qendër të kësaj dite dhe kjo të ndihmon të marrësh vendime të rëndësishme. Një projekt që ka kërkuar përkushtim fillon të jap rezultate. Në punë, një person me ndikim mund të vlerësojë seriozitetin dhe disiplinën. Mundësi për avancim janë të mundshme. Në dashuri, kërkohet më shumë hapje emocionale për të krijuar stabilitet. Nëse je në një lidhje, një bisedë e sinqertë sjell qartësi dhe afrim. Nëse je vetëm, një person nga rrethi i afërt mund të tregojë interes. Financat kërkojnë organizim dhe planifikim. Shmang vendimet impulsive. Universi të fton të mos dyshosh në rrugën që ke zgjedhur. Kjo ditë favorizon stabilitetin dhe sigurinë afatgjat. Ujori.
Kreativiteti dhe idetë e reja aktivizohen dhe kjo sjell mundësi për ndryshim. Një projekt inovativ ose bashkëpunim mund të hapë një drejtim të ri. Në punë, beso tek vizioni dhe mos ndiq mendimin e turmës. Vendimet e guximshme krijojnë përfitime. Në dashuri, surprizat janë të mundshme dhe emocionet rriten. Nëse je në një lidhje, komunikimi krijon energji të re dhe afrim. Nëse je vetëm, një person i veçantë mund të shfaqet papritur. Financat përmirësohen përmes ideve moderne dhe strategjive kreative. Universi të shtyn të mendosh ndryshe dhe të krijosh rrugën tënde. Kjo ditë favorizon rritjen personale dhe zgjerimin e horizonteve. Peshqit. Intuita dhe ndjeshmëria janë shumë të forta dhe kjo të ndihmon të kuptosh realitetin me qartësi. Një cikël emocional mbyllet dhe krijon hapësirë për fillime të reja. Në punë, një projekt kreativ ose bashkëpunim mund të sjellë kënaqësi dhe rezultate pozitive. Beso tek talentet e tua. Në dashuri, sinqeriteti dhe empatia krijojnë lidhje të thella. Nëse je në një lidhje, afrimi bëhet më i fortë. Nëse je vetëm, një njohje shpirtërore është e mundshme. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim, por një lajm pozitiv mund të vijë. Universi të fton të mos krahasosh veten me të tjerët dhe të ndjekësh rrugën tënde. Kjo ditë favorizon paqen dhe shërimin emocional. Nëse ky mesazh rezonoi me ty, shkruaj në koment shenjën tënde dhe një fjalë që përfaqëson energjinë që dëshiron për këtë ditë. Mbështete kanalin me një like, sepse çdo përqim ndihmon që këto mesazhe të arrijnë tek më shumë njerëz. Mos harro të abonohesh dhe të aktivizosh njoftimet për të mos humbur parashikimet e ardhshme. Shpërndaje këtë video me dikë që ka nevojë për këtë mesazh.